Jo për e një, po. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Kallxo për një me. Pas publikimit të hulumtimit të Kallxo.comit, Prokuroria Speciale e ka ftuar zëvendës kryeministrin e Kosovës, Besnik Bislimin, për me e marrë në pyetje rreth dhënies së shfrytëzimit të fabrikës për përpunimin e mbetjeve shtazore. Paraprakisht ishte intervistuar ministri Peci për këtë hulumtim. Në ndërkohë që intervistimet dhe hetimet janë duke vazhdu, deputetët e Kuvendit Kosovës kanë dështu për të 31 herë me zgjedh kryetarin e Kuvendit Kosovës. Ky është hap i domosdoshëm për me konstituu Kuvendin pas zgjedhjeve të mbajtura me non shkurt. Në kohën kur deputetët po takohen çdo 4 tetor, partitë politike kanë fillu me i bo kalkulimet politike për zgjedhjet lokale, të cilat janë shpallë që kanë muajt me 12 tetor. Opozita në nivelin lokal ka fillu me qenë ma e zashme, e kryetarët po rrinë me gërshan dorë duke pre shirita. Në anën tjetër, prodhuesit e bizneset e mëdha po protestojnë për shtrejtimin e energjisë, por nuk kemi kuvend funksional që ish dasht me thirrën përgjithësi zyrën e regulatorit të energjisë, të cilët e kanë marrë këtë vendim. Në kohën kur ne po mirëmi me konstituimin e Kuvendit, e zgjedhje lokale, politika globale po ndryshon me shpejtësinë e dritës, çka do ndodh për me diskutu për këto edhe veprime tjera politike, në studio kanë ftu Lutfi Hazirin, deputet edhe nënkryetari LDK-s, Faton Abdullahun nga PDK, Lulzirën Rafuna nga Oda Ekonomike e Kosovës, edhe Dritro Arifi, profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare. Në këtë debat i kemi ftu edhe përfaqësuesit e vetëvendosjes, disa deputet nuk kanë pranuar me ardhë, nuk e kanë marrë aprovimin e qendrës së tyre, edhe i kemi ftu zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimi për me ndihgju anën e tij, asaj nuk ka pranuar me ardhë. Po nisim me ty, zotni Haziri, u bon 4 muaj prej zgjedhjeve, duhet shkurt që 4 muaj përfundimi i zgjedhjeve, 2 muaj blokad. Pse po menon që jemi në këtë situatë? Po ke drejtë, u bon disa muaj pas zgjedhjeve të nënshkurtit, një rezultat i pastërt për gjitha partitë politike, i pranum nga të gjitha partitë politike, i certifikuar dhe i pamundshëm më implementu. Mos menaxhimi i suksesit në politikë është, edhe gjithçka tjetër, po në politikë veçanti, është problem serioz, është problem jashtëzakonisht i madh. Partia e parë nuk ka vullnet politik me ndërtu marrëveshje politike për me implementu rezultatin e zgjedhjeve të nënshkurtit. Sepse jemi në këtë pikë, nuk ka ndodhur kur gjë, dhe partitë tjera në Kuvend janë të bllokuara me vepru, nuk është e kundërta, nuk kemi ka bllokojmë. Përkundrazi ne kemi kriju dhe kemi leju një komoditet politik pa të drejtë ndoshta, për cilën po flasim këtë ditë, por partia e parë nuk ka arritë me bën një marrëveshje. Ma mirë me thonë po punon 2 binar, edhe sonde kur po flasim, ata po thojnë është çështje procedurale, zgjedhja e kryetarit të Kuvendit, konstituimi i Kuvendit. Ndërsa në anën tjetër natën po punojnë me ndërtu marrëveshje politike. Zoti Lima e konfirmoi që ka pas një marrëveshje parimore politike, e cila nuk është zbatuar të nesërmen, por ju kontaktu edhe deputet individualisht për me kriju një shumicë politike. Edhe sonte nuk ka marrëveshje politike, nuk ka rezultate implementuar fatkeqësisht. Për mu besoj shumë edhe nga perspektiva përgjithshme që kjo krizë është e planifikuar, e menaxhuar, dhe fatkeqësisht ai që shkakton krizën mundet me sanu krizën. Të tjerët jemi të pafuqishëm për momentin, për shkak të frymës kushtetuese, për shkak të rregullores Kuvendit, edhe jemi të pamundur me shkaktuar diçka përtej kësaj. Po thu të pafuqishëm, edhe po thu nuk kanë vullnet për marrëveshje politike, që ta që kanë fituar zgjedhjet. E që tu po du mu nal, ata nuk i kemi në studio, nuk po vinë, po duna une me të pyet, ata po thojnë që juve ju kanë ftu mas pari. Vullnet kanë, sepse juve ditën, që po thu natën diçka, ditën tjetër, ditën ju kanë qu letrën. Ju kanë ftu juve LDK-s për marrëveshje politike. Pse, zotni Haziri, nuk po pranoni kurrçysh
me ju përgjegj pozitivisht një koalicioni me vetëvendosjen. Ne e kemi përgjegj, po kemi thonë jo. Nuk është ftesa pa përgjegje. Po, veç atëherë s'munësh me thonë që nuk ka vullnet për marrëveshje. Po, dëgjova, vullneti i deklaruar përmes komunikimit me letra është pranuar nga LDK-ja në formën dhe formatin që është dërgu. Edhe kemi përgjegj pa asnjë kohë vonese, asnjë ditë vonese nuk e ka. Çështje orëve që ka qenë ky reagim me vetë faktin. Zbën në letër, po mas kur po bojnë natën, po thu zbën natën. Zbën ditën, zbën me letra, ç'është bën? Definitivisht, jo kam bë me 2 letra, se vetë faktin që komunikimi është i nivelit tillë, tregon qartë cili është fryma e bashkëpunimit. Si mundemi ne me ndërtu një bashkëpunim në mirëbesim për një qeverisje kur niveli i komunikimit është këtu, në këtë nivel. Ne kemi provojën e bashkëpunimit edhe në opozitë, edhe në qeverisje me Zotin Kurti. I kemi provojat e tona, i kemi nxjerrë mësimet dhe bashkëpunimi për ne nuk është akt që sot kam nevojë ne, hajde hymi punojmë bashkë. Nesër s'ka nevojë, e shkarkon, të largon, prish koalicionin janshëm, vepron janshëm, kjo nuk mundet me ndodhë. Edhe atyre që kanë qenë për tek kësaj marrëveshje, dhe ata kanë nxjerrë mësime nga kjo provojë, kështu që krejt situata në cilën jemi kërkon vullnet politik në rrafshin çdo 48 orë thot rregulloria kuvendit që është miratuar nga kjo shumicë. Çka i thotë sa ide? Kjo nuk kupton që nuk duhet 5 minuta me ndërprej procedurën e me thonë hajde pas 2 ditëve. Kjo nuk kupton që pas 1 ore, pas 3 orëve, pas 5 orëve mu taku. Derisa nuk gjendet një kohë e cila mundet me implementu rezultatën zgjedhor. Por ky komoditet politik, kjo lloj krize që menaxhohet në këtë formë, krejta burimet e krizave anash, energjia, landë korruptive, korrupsioni, kanë pëlqyer në gjitha segmentet. Zgjedhjet lokale pas disa muajve përpara. Lista agjendës së obligimeve të Kosovës, jo vetëm karshi partnerëve ndërkombëtar, po karshi njerëzve të vend Kosovë. Është ngulfat jeta e qytetarit në Kosovë. Nuk mund të shtjerret nëse nuk ka frymë bashkëpunimi. Zatën, përfundimisht, me mbyll këtë pjesë të hyrjes, edhe me dëgju kolegët është kështu. Kur është ndërtu Kushtetuta e Kosovës, është ndërtu në frymën e një bashkëpunimi të detyrueshëm kushtetues. Nuk ka vullnet veç politik. Sepse kanë ditë edhe kur është themelu, ndërtu kjo kushtetutë kanë ditë me ndërtu krejt diçka tjetër. Po, veç ju krejt jeni barikadu tash, të gjitha partitë, më fal, e para është vetëvendosja, po edhe ju LDK-ja nuk po vepronin qatë frymë bashkëpunimi, ju jeni barikadu, ju për fillimit keni do s'dojmë koalicion me vetëvendosin. Është frymë anti-bashkëpunim. E di që jeni tretët ma përgjegjës, ju s'jeni të partë ma përgjegjës, po qatë frymë për cilin po flet, nuk peshojmë as të LDK-ja. Frymë bashkëpunuese çka nuk kupton tash? Bashkëpunim veprim nuk ka, sepse është qendrim politik. 2 letra edhe një adresim publik, jo është përgjegjës me njëran, kemi thonë jo. E veç ka se Fatmir Limën për takon, e juve s'py takon? Çka është kjo? Çu shpeshit ide? Dalim aty. 3 reagime në ftesën për koalicion me përgjigje të saktë. Jo, nuk mundemi. Herën e dytë kemi thonën, ne mendojmë që opcioni i ri që ne pëndzirëmi është më i mirë se opcioni i parë edhe ose opcioni të tjera. Opcioni i unitetit. Çdo 48 orë ne lajmërohemi të partë me kolegët e partive tjera në kuvend. Asnjë seancë nuk ka filluar në kohën e thirrën. Nuk është kjo diçka cilën mundemi u shqetësuar shumë, po kur thuhet në oranë 11 do të marrë. Partia e parë kur nuk vjen para ore 30 minuta vonesë. Kur nuk ndodh. Kjo është edhe një lloj arrogancë, kjo nuk është e rastishme, kjo është e programuar. 30 deri 40 minuta ka vonesë, mandej vjen partia e parë plotson pjesën e punës, fillon procedura, ndërpritet për 2 minuta seanca, shkojnë jashtë dhe kur farë veprimi tjetër nuk ka. Kjo është, mos bashkëpunim është kështu, nuk përgjigjesh, nuk reagon, nuk shkon kuvend. Fillon me bë veprime tjera, me ndërtu politika tjera, që nuk e don me asnjë lloj komunikimi me ndonë. Masi njerëz të ju shohin, zotni Aziri, a mundeni me u përgjigj një pyetje pak të vështirë, edhe sa po menojnë që ka me zgjatë kështu. Edhe sa po menojnë që ka me zgjatë, e 31 herë u bojë që ti ka të... Po e përsëris friga jame që ka më bë 3 shifror, se kjo mjendësi, me kokë fortësi,
politike, me ego, me protagonizëm politik, që në tre shifror pa kurvar problemi. Vetëmi dere vogël që ka mbet, tash, fatkeqësisht po them, në thojza, është kur politikanët kërkojnë që gjykata kushtetuese me zgjidh problemet politike o problem serioz këtë vend. Çdo problem, i vogël e i madh, kur nuk ka dialog aktiv, edhe vullnet politik aktiv, me zbatu diçka, thonë gjykata në zgjidh. Gjykata është një instancë, por na çështu, që shemi të vepru, gjykata kushtetuese ka me humb kredibilitetin, sepse e dini partia e parë në disa raste si ka pëlqyer vendimi, fillon me bë akuza ndaj gjykatës. Mirë. Tani, Qysh po thunë, kena me mrit tetorin, çështu. Kena me mrit tetorin. Gjykata kushtetuese mundet me pas në interpretim në pyetjen e një grupit deputetëve, edhe presidentja mundet me dërgu një kërkesë në gjykatë për interpretim, e cila ndërton një roadmap, një udhëzim të ri, për mënyrën se si duhet me reagu Po du me një pak prej PDK-s. Prej vullnetit politik nuk po shoh që ka me pasën reagim shpejt. Mirë, zëni Abdullah, Bedri Hamza është taku 2 herë me kryeministrin, a ka fol ndonjëherë në çdo 2 takime që taku Bedri Hamza me Albin Kurtin për ndonjë formulë për zhbllokimin e situatës, a është dalë te çajo temë? Jetë për njerë, e din edhe ju, e din edhe panelistat tjerë sa situate koklavitën, jo e zakonshme, që me gjithat edhe unë mendoj prafërsisht se kemë të bëj me agjamillëk politik, kemë të bëj me arogancë refuzuse, kemë të bëj me një mendësi e cila si duket ndihet rahat nëse rrinë në një anë dhe thot këta tjertë, këta kalam kusuri, PDK, LDK, këta me ta mirëm ndryshe. Dhe që kjo është një farë bazamenti u ndërton që atë kokëforsi refuzuse. Është shumë vështirë që farë do bashkëpunimi me bo me këtë qasje. Është e vështirë, nuk din qysh me gjetë. Edhe ma e keqe është se kur mandej këqyr me gjetë një gjuhë për bashkët, të konsiderohet si dopsi. Të meret mandej si me letra me këqyr faton, i kanë ofru LDK-s koalicion, me letra. S'kanë thonë këta, hajtë kanë thonë që ta pimojnë. E tash po flasë prej pozitës së Partisë Demokratike të Kosovës që jem ne ata, zoti Krasniqi, Memli, zoti Hamza, e kanë bën të njoftë qysh herët. Jem të gatshëm gjithsesi me kriju, gjitha institucionet me kriju, në bashkëpunim me forcat që ishin opozitare. O shumë e logjikshme besoni, a di pse? Si keni votat, si keni? Jo i kem. Tash, ju mundi me mpyt, po ju them që ka edhe zoti Krasniqi që ka thonë. Bile pe LDK se e ka thonë, po e citoj. Na e veç në 19 vota, ish 20 se 20 i kanë. E bojmë. Po na jep një mundësi. Paton, hajtë qush e bëni, veç që matematikën? Jo, spihia soj matematikës se po të marrë vesh. Po pretendon, e pom në intervistën e fundit që e patën Xhelal Sveçla dhe Albin Haxhiu, të bindun që i kam votat për qeverive që të bëna një parlamentet se qeverin e krym. Do me thonë, ky publik o ka manipulohet, o ka munohet me nashit në sy që na dikush që ata i kanë votat. Mos na bë dhe ti si PDK mos na bë të njëjtën. Plus me na kallzu që i votat. Është një dallim. Ata janë ty e bo. Hajtë bëne pra gjoj votat. Na po thëmë jep na mundësi, nëse deri tash s'ke bo kur gjo. Jep janë ju aty në mundësin, votojnë i Albulinën, kallëzoni që ai si ka votat. Hajde ta luajmë që të luajmë asi ata s'pelujnë. Na e kem qëndrimin e qartë, saj përket edhe zonjës që është kandidate. Edhe atë qëndrim e kem qartë, edhe është i prafërt. Po. Parti tjera, do me thonë, nuk po mirin dhe që aty mu dëshmu që Albin Kurti si ka votat. Nuk po mrin. Ai bashkë si ka heq. Mirë, po e përdorin argumentin e nimum prej juve. Po të kuptoj, po nuk është i qëndrushëm, së është argument, ësa jesë. Unë po të kuptoj. Se së është i qëndrushëm, qka hupni ju me ja u zgedh aty në Albulinën? Ajo qka hupim na është përpjekja jonë për të kriju front për bashkët. Shqy na kem qenë se 4-5 vjetë sa opozit. Është e natyrshme që duke qenë opozit e një force politike, që shkem qenë kohë gjatë, janë ndërtu raporte, vlerësime, janë ndërtu karakteristika ndryshme që na përbashkojnë. Neve, prandaj PDK-ja, edhe pse PDK-ja insiston në këtë bashkëpunim, insiston, hajde e bojmë na të tjerët, qeverin.
na jepni mundësin, bashkëpunoni me neve, ne jem tregu shumë bashkëpunus. Për me mri që aty që PDK-ja me bo qeverin, me forcat opozitore, ju duni me pas edhe ju një kusht qyshe kishit kalu kretarin në kuvendit me qeni vetëvendosjes, qyshe edhe e thot kushtetuta. A keni qitë ju naj kusht kone kishit votu të vetëvendosjes si kryetar parlamentar? Na nuk kem qenë absolutisht kështu refuzu që qitë ne kondoni, na nuk e votojmë. Jo, na për zonjën fjallë kem thonë se është e tilë çfarë është kuptimi se s'po du me bona e kvalifikim, po jo me karakter, me qasje unifikuse. Kush me karakter unifikus? Po rifrazoj pyetjen. Kush për juve është karakter? Sprovona, ka plot njerëz, sprovona, po mos na thuj neve, kjo është mesa e këtij, ai tjetri malsori kësaj. OKja ka dalë me propozimin për Saranda Bujgujevcin edhe Glau Konjucin? A jeni ju okej me çta janë? Let vjen ai votim, na shohim se si e bëjmë, po nuk jem refuzues kuptimin që nuk bën asnjëri. Dritro. A jemi ma të menqëm? Jetë, veç edhe dishka më falë. Se po të kuptoj plotësisht, qasjen tone sonte që e the që në fillim. Po, duhet me pos parasysh, se krejt këto që apo ndodhë, nuk muj me marrë na fajin në mënyrë të barabartë. S'po të thëmë që ti po e bon ato, në asë një mënyrë. E marrë fajin, qatë sa i keni marrë votat? E tash so, barometër caktum s'kemi. Ju dytit ma fajtor, këta tretit ma fajtor, vetëvendosja e para ma fajtor. A bën qështu? Na për neve qytetarë, në kuptim që na jem të hapun për forca tjera politike, tash të quajtura deri dhe opozitare, mu bo bashk. Ja, ato e kena ditë për fillimit, ju s'keni lidhur. Ama shumë e vlefshme jetë, o shumë e vlefshme, për nërë është qasje shumë konstruktive jona. Shumë konstruktive? Shumë konstruktive, ty e pas parasysh. Asnjoni si keni votat, heq konstruktive. I kem, na sprovoni i kem. Na sprovoni, na jep një mundësin. Edhe vetëvendosja po thot na sprovoni. Jo, vetëvendosja e ka frenu. Qyre Fatan. Jo, nuk është e parabartë, për shta po të thëmë. Vendosje se ata po mesin detyr deri Po, ajo po, na të kuptim po. A do me të kalzu, ja ka nisë me ma përmen Belgjikën. Belgjika pas ka nejt me qeverin detyr 3 vjetë. Na institucionë si Belgjika funksionojnë. Po du me të kalzu që shumë po i përshtatët. Konteksti politik dalën Belgjikë, Kosovë. Hajde qësh dalën dritra? Po ka dalim sepse ajo është mbretëri, në një, në dy, ka një administratë shumë ma efikase dhe ma të pamvarur në vendimarje. Edhe atje tenderat bojnë online, nuk ka nevojë me intervenu ministri, kështu që ka shumë pavarësi administrata. Po shumë mirë, tash të i kemi ministrat i kena në detyr, nuk intervenojnë. Pse qysh për në ndronë neve jeta që s'ka parlament për du me... Qka për ndodhë që 4 mujë, se na përlasëm për jo prej 27 marsit kërën certifiku, prej kërën majtë zgjedhjet. Po nëse shikojmë edhe kërën caktu data zgjedhjeve, janë dikon 6 mujë. Për 6 mujë nuk e di që PDK ka ndalë me një platformë të përbashkët. Pra, jo keni huq 6 mujë. Pra, është humbja edhe opozitës. Që skandal, që apo thojnë bojna qeveri? Sepse opozita po të kishin, apo ish opozita, së është me rëndësi definicioni, po partitë e tjera, po të kishin qenë serioze me ndërtu prej me front, që nuk e dojnë vetë vendosin në qeveri për shkak të dështimeve 1, 2, 3, 4, 10, atëherë këta kishin ndërtu një platformë të përbashkët, sidomos mas zgjedhjeve, që këto janë pikat tona. Ky është kandidati jonë për kryeministër, jo nuk e keni asnjërin nga ato pikat. Pra, PDK thot diçka tjetër, LDK-ja jep 15 pika, po pa diskutu me partnerët e mundshëm, sepse nëse na flasim për 15 pika dhe prap vjen vetëvendosja në qeveri, kjo nuk ka sens sepse gazifikimi është kry, paret janë për shembull, njëra prej pikave, paret janë ridestinu për diçka tjetër, çu shkime financu tash ato. Domethënë ka shumë paqartësi. Si ide është e mirë, por është e parealizueshme, ose është vështirë shumë e realizueshme. Pra, një farë mënyre që ka për momentin që është gjendje është parajs për Albin Kurtin. Pse o parajs? Sepse ai njëkohësisht është edhe kryeministër, edhe deputet, edhe nuk ka përgjegjësi politike, sepse thot unë jam kryeministër në detyrë. Pra, edhe kushtetuta jone specifikon, pelojmë ligjin për qeveri. Kushtetuta jone thot që nuk mundesh me qenë në ekzekutiv edhe deputet pik. Shumë e qartë është, neni 70.2 nëse nuk gaboj. Pra, opozita do duhet ishte shumë ma luftarake në kuptimin politik. Pra, shumë a luftarake, shumë a kërkuse, edhe mos mi shku në kuvend, gjdo 28 se s'ka sens me shku për 2 minuta. Po nëse shkojnë na populli thojnë po blokani. Jo, ka mënyra tjera për me luftu mënyrë politike. Nuk i kritikojnë nëse kishëm pas një, po themi një front të përbashkët, ta nuk e ka një front të përbashkët. Pra na nuk i dim kush ka me qenë qaj kryeministri konsenzual. Sepse këta s'kan bashkëpunu ma herët me diskutu për tema të rëndësishme. Edhe për dialogu nuk e dim që shkan me kry dialogun. Asnjëra parti nuk e thot sakt
A ka me dërgu atë farë draft statutin e gjykatës kushtetuese? Nuk e dim. Sepse e thojnë në mënyrë diplomatike për me më shef përgjithësinë unë i kuptoj që ka peshë politike, por politikanët e guximshëm pikërisht për këtë. Pe mom një paralele, siç ka po ndodhur sot në SBA. SBA çka po ndodh është një farë lloj reflektimi që ka ndodhur në shumicën e vendeve edhe në Bashkimin Evropian. Mirë po në SBA senatori lufton me polic. Kuptimi lufton, kuptimi politik. Pra e refuzon në mënyrë po kategorike vendimin për këtë e për atë. Te ne vetëm jemi deklarativ. Pra, unë e mendoj që vetëvendosje në formën që shpodon opozita apo ish, parti tjera me fitu, edhe 40 vjet nuk kanë me mujt me fitu. Shikoni, kur ka kjo situatë, që është edhe politikisht, por edhe ligjërisht në deri në prill, kështu mujna me shku. Sepse nuk ka specifika, po deri në prill kur ndodh çështja e presidentës, po. Po shkon për te i tetorit, u kry për ty as në tetor nuk besoj, sepse nëse shkojnë gjëzet lokale, atëre certifikimi mundet me marrë kohë një mujë gjyq, nëse të bëhet edhe në dhjetor, s'kemi kryetar të komunave. As po menojnë që i shpallën zgjedhjet edhe të përgjithshme si vjet? Po çysh kanë mu shpall? Po mirë vesh për mu shpall. Okej, nëse ka atëherë për të bërë takodim, po atëherë duhet me, shikoni, ne s'po kemi veprim. Ne duhet me pas veprim për me pas një rezultat. Apo propozon që duhet mu marrë vesh për zgjedhje as bëhet na sa ndryshe? Na pe pranojmë që jemi në balë, na pe dim që fajtori kryesor është vetëvendosja, por duhet me kuptuar që vetëvendosja e ka ligjërisht ka të drejtë. Sepse ne e di vendimi viti 2014 u kriju precedani, pra kjo është një vendim i gabueshëm, shikoni çfarë situate na sjell. Sepse po të kishte vendimi 2014 që partia e parë ka drejt me bë 10 herë, s'është me rëndësi, mas 10 herë duhet me ndru kandidatin, masi 2 herë në kandidati e hub më të drejtën. Po të kishkon kjo vendim 2014, kjo demokraci. E faton PDK si ka konvenuat. Po kjo është problematika që kur krijohet një precedan i gabueshëm, krejt sistemi shkon gabim. Domethënë kemi këpucë zinxhirin e demokracisë. Prandaj ekziston kjo problematikë se po të kishte sikur për qeveri që e ka mandati i parë, i dyti, 15 ditë, kjo zgjidh. Sot ne sot kishim folë për digitalizimin e arsimit, jo për kush do të bëhet kryetar dhe ku do të kemi qeveri. Mënyrën që po thotë që duhet me luftu ish opozita, tash të gjithë janë njëjtë, po duhet me luftu si vetëvendosja dikur, me bëj që si spektakle, po do me pa pak spektakle. Shiko, se na kemi shumë pa qartë. Vetëvendosja ka thonë që kush e shkel kushtetutën është kriminal, kush e shkel ligjin është kriminal, kush e shkel kushtetutën është super kriminal. Tash këta mos i kemi këtu, masi vetëvendosja këtu nuk është, s'kemi që kam me bota pujki nga përgjithësia publike, atëre PDK dhe LDK duhet me na qartësu shumë shkurt, a mendojnë që zotiku të është super kriminal, sepse 12 herë ka shkel kushtetutën. Pra opozita i ka bërë disa veprime, po 200 deputet. Jo 200 deputet, për ligjet që i ka kthy gjykata kushtetuese si antikushtetuese. Pra nëse është një super kriminal, atëre qysh na mendojmë me bashkëpunu me një parti e cila shkel kushtetutën në mënyrë permanente. Po s'po thojnë këta që dojnë me bashkëpunu të kundërtën. Jo, po thojnë qeveria unitetit e kupton edhe vetëvendosjen në Miranda. Pra ka shumë, duhet me qenë pak më të rept, sepse vetëvendosja shfrytëzon dobësinë e këtyre. Këta kanë të drejtë në parimë, s'po them se s'kanë të drejtë, por në racioni krijuam edhe shikoni qytetari ka votuar vetëvendosjen me shumicë votash. Prandaj këta duhet me ndryshu që në racioni që këta nuk janë, ju që po mendoni që këta janë, sepse shikoni rezultati 4 muaj pa qeveri është absurde. Atëherë, nëse më lëtish me si reagim vogël me zotin Abdullahu. Dëgjoj kjo çështja e opcionit dytë, le të themi, që është prit. Po. Lidhur me votat është një problem që është konstatu gjatë këtyre javëve, muajve pas zgjedhjeve me në ranë, që situata e krijuar në kuvend nuk lejon, nuk po të krijon besueshmëri mbi krijimin e një bashkëpunimi të fuqishëm si opcion i vetëm kundra partisë parë. Sepse dëgjoni ku kam rri, nuk ka figurativisht, kjo për neve ka qenë lënduese. Dalin 2 deputet që janë eksponent qeverisë, në emër të 8 deputetëve tjerë, të pakicave, s'kam që me thonë shpesh, jo sërbe, sepse ata kanë identitetin e tyre, bosnjak, këtë rast edhe egjiptian. Mas 35 vjetë bashkëpunim me LDK në spako, thojnë ka qëndrim shovenist LDK-ja. Ata jo që votojnë, jo që kanë lojalizëm, ka kalum poltronizëm, servilizëm ekstrem, edhe kanë morë gjuhën e tyre me sulmu LDK-n si parti politike që ka historinë e vend këtë vend. Që i kanë mbrojt ata me trup, i kanë mbrojt, kur edhe vetën së ne kanë mbrojt shumë, ne i kanë mbrojt ata. Zotin Azira, e këtonë që keni votat për qeveri na ju këna opozitës? Ne kemi thonë leadershipit të PDK-s,
në nivelin më të lartë, Po. që nuk po shohmi që nuk ka të bëj kja me qëndrimin e LDK-s. Nuk ka vota për qeveri të opozitës. Nuk kem vota për që me ndërtu qeveri edhe stabilitet me atë qeveri. Sepse as e para nuk i ka votat me ndërtu, as me ndërtu stabilitet si hapi i dytë. Por nuk ka mungu vullneti. Do me thonë, si jeni bash të unifikum në qëtë kërkes që... Aja që e tha Dritro, dëgjo e tha Dritro, si që në morë vesh për kryeministër, nuk mund është më morë vesh për kur gjo, nëse nuk i partneritet parimor për me bashkëpënu në një kauz. Se kjo kauz është... Do me thonë, nuk keni kauz për bashkët. Derisa, po nuk ndërtojt kauza për bashkët, nuk ka. Edhe nuk mund është me nda diçka që nuk ke, nuk kënë këse opozicion asë njëherë. Nuk kënë kur, as ka me hy. Nuk mundemi me hy në diçka që nuk e kemi. Do më thonë, zgjedhjet janë E që ajo qeveri teknike që e keni propozu. Që nuk ka të bëj kja se problemi ma i madh. Po eksplorojmë idenë e LDK-s. Në qeverin e unitetit. Kush o kryeministër? Është çështje që lider dakordohen për modalitetin. Na kena propozu 15 probleme. Po do këja vjen nesër me numrin e problemeve, Aleanca me numrin e problemeve, VV-ja me problemeve. Anën kupton. Minoritetet A keni vit kuqe? Zotni Aziri, a keni vit kuqe që gjithçysh duhet qatë qeveri me udhëheq Lutfi Aziri, nëse pranohet opsioni juaj? Jo, në asnjë mënyrë, asnjë vi për asnjë emër. Unë të udhëheq për Bedri Hobzës. Asnjë vi, asnjë emër. Unë të udhëheq për Mfal, Albin Kurtit. Asnjëherë nuk është diskutu, sepse kjo në tavolinë me saroni, i vetmi opcion, se na kena pas komunikim mas zgjedhjeve me partitë politike të përfaqësuara në Kuvend. Takimi i parë ka ndonë zyrën e presidentes që është diskutu çështja e propozimit LDK-s. Kërkesa ka qenë e PDK-s që presidentja më bo host i takimit. Nuk ka qenë ftesa e presidentes hajde pyem dhe juve për diçka. Ne jemi taku në zyrën e presidentes si vendi edhe autoriteti kushtetues, i cilin këtë kohë ka mundësi me ofru... Ska dert ku jeni taku, çka jeni marrë vesh ko këtu, me rasi? Çka jeni marrë vesh? Kretë çka jeni marrë vesh në fund është që presidentja mundet me kërku nga gjykata kushtetuese, qëndrimi i LDK-s ka thonë kjo është çështje e juaja, nuk është çështje e partive politike. Partitë politike kanë mekanizma të tjerë. Po ti presidenca ka mujtë me të kërku në gjykata kushtetuese, por është që në fakt problemet politike sun ti zgjidh gjithë gjykata kushtetuese, duni mu marrë vesh ju. Une, po e konfirmoj edhe njerë, po du me konfirmu. Krejt situatat, kur gjykata kushtetuese do të mi zgjedh është pa aftësi e politikanë me zgjedh problemet politike. Okej, faton. Ja nuk është çështje juridike. Tani veç edhe një gjysë qëndrimi sa i përket kësaj çështje. Dëgjoj, në Kosovë nuk i kemi më 120 deputet me ndërtu qeveri. Kosovë i kemi 111 deputet me ndërtu qeveri. Deshtum, LDK-ja ka fillu më herët, PDK-ja më vonë, VV-ja më herët është tërhiq për pozicionet veta, sepse ata janë fleksibil. Na mundemi me qytë pragmatizm, fleksibilitet që vetë vendosja në disa situata i banë. Po aja i mbulon pragmatizmin e vetë politike, i mbulon me veprimet njanshme ma vonë. Krejt që ka banë pragmatizm, kompromiset dëshme vetë vendosja, e mbulon me një veprim të njanshëm, kryesisht në 4 komune. A ma spjegon që i kena 111 deputet, e jo 120, sepse dhe për para votat të sërbe... 120 vinë kuvend, por për qeveri... Teknikisht 120, por... Për qeveri, teknikisht, për praktikisht, kur lasme për qeveri, krejt partitë politike kalkulojnë strikt me 111 deputet. Sepse 9 deputet sërb, jetu thonë, nuk votojnë për asnjë qeveri. Nuk kalkulohen politikisht për asnjë qeveri. Nuk kalkulohen. Ama kjo është e re, dhe i dje jënë kalkulu, dhe i dje kanë votu për qeverisje në Kosovë. Jo, për LDK, ata e kanë të drejtën e vetë për pjesëmarrje, ju e deni, edhe qeveria zotit Kurti e ka pas zotin Rakić minister mrena. E ka pas minister të emnum që ka orë prej propozimit. Propozimin e ka bo lista sërbe. Votat e listës sërbe kanë qenë kruciale të kalumën për me bo qeveri. Ti për njerë për tu s'ka mo, po kanë qenë kruciale para 10 vjetë. Edhe është si pas të drejtës kushtetuese, partia e minoritetet që fiton ma shumë votat qytetare, e merë të drejtën e përfacimin qeveri. Mirë. Sepse qeveria nuk mundet me ndërtu legitimitetin e vetë pa atë përfatësim. Po shpërdor mekanizmi i legitimitetit votës, mandej në ndryshim, se që ka ndodhë zotë Rakić, nuk është shkarku për zotit Kurti. Ka dhënë ndërheqje, ka bojkotu, u bo pjesë e bojkotit institucional. Ka orë zotë Rakić që ka zonë vendin e ti. Tash, ajo është në pjesën e blokut të 11 deputetve. Ka dole, se ti po thu që nuk mundet me logarit, unë e po dum
Fatoni mu deklarua llogaritni ju në deputet sërb gjithashtu Jo. për votim? Kur po thu që i keni votat, nuk po i menon edhe çta nënt. Jo. E çka po thu për idenë që Lutfi Azizi thotë na skemi platformë për bashkët? Po të kajale. Që po e morëm një rrethon, po tishim me ato karakteristika cilat po munohet mi ndërtu Partia Demokratike, si një përbashkim duke u bazunat që kem qenë opozit dhe atë që aspirojmë, merrem me mend sikur të kishim më shumë për afri, sa më e madhe do t'ishte akuza edhe morale, etike, politike ndaj vetëvendosjes dhe Zotit Kurti që po e bën gjithë këtë. Duke mos qenë më të parafort, duke mos pasur përpjekje më të mëdha në këtë drejtim, atëherë edhe sot në këtë tavolinë shkon logjikshëm shpërndarja e fajsisë. Po te kishim një unitet të asoj që... Pse po thu, pse e ka që sigurt? Siç po shihet nuk e keni që ati unitet, ti po thu keqë se kena, mirë, keqë se keni, po nuk e keni as me opozit. Lene mo me vetëvendosjes. As partit LDK, AK, me PDK, nuk mirën vesh. Po të garantoj, ajo që a thom unë, është edhe e Zotit Hamza, edhe e Zotit Krasniqi, kryetarit, që janë të gatshëm qysh nesër në bashkëpunim me LDK, me aliancë. LDK është e gatshme. Ju po dani, po duhet me dosht edhe këta. Edhe kjo pozit, kërë në thëmë, këshërbella i la bohemi bashkë, edhe kjo pjesë po dojë me juve. Pe vlerësoj, por... Duhet me posë parasysh. Ta krahasojmë se më bëmi korrekt një situatë. LDK ka shkaktu situatat tilla. Por e kemi shkaktu një det mas zgjedhjeve. 2014-ën, kemi dalë partia dytë, kemi shkaktu mas shtatorëve proces të ri politik, kemi ndërtu koalicion qytetar, por kemi bosh shumicë, që ne kemi provu me votim për kryetar të kuvendit. Vlanin, jetu full për Vlanin? Po, ka fillu me Len, u bo Vlen, edhe kena bo shumicë parlamentare, kena bo kundrejt PDK-s, kena bo shumicë parlamentare që ne ka provu me votë. Na ka rëzut gjukata kushtetuse me ullëzusin e ri, jemi të rejkë edhe kemi bo veprim politik, ku PDK e ka caktu rolin e vetë. Ka thonë, ne e pranojmë që ju sukseshëm keni bo të shka, nuk mundimi me qëndru, me betonu pozitin e të parit, e ne zhvendosme për zyres kryeministrit, por rrim qeveri. Edhe LDK ka pranu në interes të vetin, në dom të partive tjera. Tani, që to sëmë e provojmë, urdhën e ta provojmë, atë e provojmë që kena shumicë, në pëtojna nuk ka shumicë, do të me provu shumicën, nuk mundimi me ecë, Zoti Kurti për nga barë neve në terë politikë. Nuk mundimi me hyj edhe në mjegull politike, që kanë drejt, unë falë, ka drejt PDK-ja në mënyrë absolute, me shty agendën edhe opcionin edhe procesin që po mendojnë, me shty, por... Po veç s'po mirën i vesh, pse atëherë? Po, jetë nuk ka mundësi ndryshe, është shumë e rëndësishme kur e thu, kështu si kundërshtroi Zoti Aziri, po qënë ujë diqysh në atë përpjekjen e vetëvendosjes për ta shpërnda fajin, nëse na thojmë që edhe na s'kena, edhe na s'mujna. Nëse s'muni ju, s'po mujmë edhe na, edhe vazhdojmë kështu. Me i të kalumë sigurisht se ajo pragmatikja, ajo fleksibilitete e kem dëshmu edhe si parti, edhe ma heret, veç të kry. Du me thonë, që tu është thelbi i problemit, kine parasysh, as gjatë fushatës, merëmen, që kjo PDK, as gjatë fushatës nuk ka qenë kuptime arrogante me thonë që tu vijat ku që na me qëta kur për jetë, as atëherë. E keni të kalu këtë fosë, pa tonë këra folë, jenin post arrogancë, post gjithë shka ju. Qyre ato që të kvalifikon si arrogancë është moti, jeni konë arrogant, po moti. është i kanë kalu dhe vjetë. Ama nuk është që si një konë edhe ju arrogant një vakt. Edhe bashkë... Pra po e relativizën për ato që po folim sot. Ka qenë momenti, e mojnë men krejt, kena memorje. Keni qenë, ka qenë i fazë, po tash s'keni nevoj se keni po që ka ndodhë kur kemi qenë. Shpesh e gjenë vetëvendosjen e shemë që ato arrogancën e kënerit. Shumë shpesh, fatën po vjen keq. A di që vetëvendosja shpesh po shihet që kam supi PDK. Sot i thojnë vetëvendosje që si PDK-ja po bërë. Jo, nësë një Ma shazu, na pes jashti i thojnë që i bus si PDK-ja. Unë po të thëmë që sunë bëhet kur heqë si PDK-ja. Po thuj që s'janë si PDK-ja. S'mujnë më konë se ty e pasën, për deri sa i kthehem të kalumës. Unë jem ka foli, a e dini që ka ndërtu për DK-ja. Me ma pak
vota, me fleksibilitetin, me prirjen për ta shpërndo për pushtetin, me prirjen për bashkëpunu. Parti që kanë sakrifikuar më shumë është LDK-ja. Parti që kanë sakrifikuar më shumë në qeverisje është LDK-ja. Ose që kanë qenë ma ofert për kompromis. Edhe kompromis, po edhe është sakrificë sepse me hyrjen në qeverisje gjithmonë e ka një kosto. Ajo e ka një kosto. Gjithmonë ja kanë lënë PDK-s me udhëheq, këta veç ja kanë bërë qeveri. AK-s me udhëheq, këta kanë bërë qeveri. Që kanë qenë fleksibile, po ndohet historia. Veç një herë ja kemi marrë PDK. Historia që i ka dëmtu LDK-n në koalicione, prandaj edhe ka hezitim të madh me hy. Kjo po vret pse kanë këtë qëndrim. Kjo po vret që nuk ka numra. Kështu që për mua është opsioni më logjik shumë është shumë gjithë të na jemi unik shumë si parti. Na jemi unik si parti edhe sot. Nuk që nuk jeni unik. Nuk di, është edhe LDK-ja qaq unike. Jo, ajo është çështje të partive, nuk e diun ato. Por shikoni, nëse LDK-ja thotë që unë jam për këtë opcion, ju jeni për një opcion tjetër, VV-ja për një opcion tjetër, nuk ka mos zgjidhje tjera. Përveç zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Po do si të me opsionin e vet, domethënë e vetmja zgjidhje janë zgjedhje. Jo, ato janë se na nuk kena me votu ndryshe drejt. Jo, unë mendoj që për me sfidu. Qytetarët s'kan me votu ndryshe. Po, për me sfidu, thotë një Kurti, për me sfidu që ju i keni numrat, për me e vërtetu këtë hipotezë, atëherë duheni me ja votu kryetarin e komentit. Se vetëm këtë mënyrë na e vërtetojmë që ku qëndron problemi. Edhe nëse atëherë se ne bëni numrat, atëherë shkuat. A zgjedhjeve diçka do të me ditë saktë se nëse pa u konstituu, pa u shtu detyrën deputetit, lidet kanë me general pa ushtar. Absolutisht. Nuk mundesh ne me deputetëve me kriju situata tilla kur ti nuk mundet me ushtru njëri detyrën edhe për kalkulime politike, se unë e përmena pragmatizmin. Se nuk mundesh e vazhdojnë detyrë lëtfe deri... Jo, në përmena pragmatizmin, për zotë i Kurti, asë një situatë në Kosovë nuk o të regu pragmatik as fleksibil. Kur në Kosovë? Pragmatik o të regu kompromiset dëshme në orë me Vučićin, draft dokumentin evropian me ekipe tjera. Mirë po, nëse na jemi në baltë dhe presëm, se di çka po presëm, kush ka me na shpëtu nga kjo? Kjo është pyetja për juve, se ju jeni parti politike, kush ka me na shpëtu nga kjo gjendje? Sporit kuptuame, kur the jetë që edhe kur ti mojmë zgjedhjet e reja, kjo po bëj analizë faktikisht tash dalin paka shumë zgjedhjet. Këto rezultatet e një. Edhe ma pak njerëz dalin zgjedhje, e dyta shumë ma pak njerëz. Mund tjetë ashtu, poveç, unë besoj të qytetari Kosovës, edhe besoj që po në ndëgjon, edhe besoj që e kalkulon drejt, edhe e sheh që kjo qarë po ndodhën në kuvend. është kogja budallaki e madhe, cilën duhet me e nda edhe me thonë që kjo është Ai që ka votu, vetë vendosin me nën që ata kanë drejt. Ai që ka votu PDK-n me nën që ju keni drejt. Jo detyrimisht. Është duhet me pas matje konkrete. Debatet, shumicave përkrojnë klubin e vetë. Klubin e vetë për fillimit. Por, me gjithat zgjedhjet ndryshojnë gjëra. Po i kthejem pak ekonomizët një rafuna, më falë që ka që vonë të adash fjallën. Qysh është duke funksionu ekonomia që tash disa dit pas hyrjes në tregun e lirë për energji? Para se me u këthy në përgjigjen, mas shumë të qemi duke vujt mos pasjen e institucioneve fuqi plot janë bizneset dhe qytetarët të Republikës Kosovës. Shefet ashtë po gëhim të tema e tregut të lirë në thojsa, se nuk e kemi tregun e lirë, kur ende nuk e kemi një konkurencë, nuk kemi ofertus, dhe kjo është ajo sfida me cilën po përballet biznesi. Këto 12 ditë e para kemi i kemi vrejt pasojat, kemi biznes që është mbyll, kemi biznes që ka fillu me organizu. Kemi një biznes që për hir të koreksis edhe kërkesës ti, jo, për shkak se është në procedurat administratës tatimore duke i kry procedurat e mbylljes, dhe nuk do derisa ti mbyll. Mirë, po i ka mbi 50 punëtor? 200 punëtor i ka, ndërsa mbi 50 punëtor është një kompani, fabrik prodhuese, 100% eksportues. Çka më e keqe? 100% eksportues, që ka ndiku drejt për drejt në kuptimin pozitiv në bilancin tregtar të Kosovës. Ku i qënë punëtor taj? Kemi kompani, i ka liru. Ju ka nërë kontratat punëtorve, 200? I ka njoftu që prej datës ne nuk do t'jenë më punëtor të fabrikës, që ose ndryshon diçka do t'i njofton për rikthim. Kemi kompani tjetër, që i ka bërë organizimin, 50 punëtor, i ka njoftu që mas Bajramit nuk ka hapësirë për shkak riorganizimit dhe kostës financiare, qofse paraqitet mundësia, do t'i ftojnë.
mu këthi vendet punës. Okej, ndomas prej krizës energjetike, veç po më intereson në gërç politik, qësh funksionon ekonomia? Investimet, a janë tu kërku, tu nol, pse s'ka parlament, pse s'ka qeverisje, jo UD, po UD? Kësa here, gjithmonë për biznis në shumë e rëndësishme me pa çfarë përbërje ka qeverisë. Se në bazë asaj përbërjes e din edhe sakt një mandat se çfarë qasje ka qeveria ndaj biznesi. Për shembull, kuptimin e politika fiskale, kuptimin e politikave administrative, e kështu me radhë, se politikë monetare nuk kemë për shkak. Në këtë rast, kur po e shohim në këtë rast, me vendimin për daljen në tregun e lirë, ka një ndërhyrje të drejt për drejt në planin e investimeve, se bizneset nuk kanë qenë të njoftura dhe nuk kanë qenë të përgatitura që me një qershor do dalin në tregun e lirë dhe do ta kenë energjinë elektrike. Apo do të keni ditë, sepse gjithë ka qenë ligj. Jo. Jeni dashur me ditë. Fal, tash për hir të korreksis, më duhet me sqarue. Në ligjin, në vitin e kaluar, 2024, Ministria e Ekonomisë dhe Energjetikës, që quhet, na ka maltretuar një vit me draft ligjin për energjinë. Dhe ideja ka qenë që mu sjell ligj i ri, mu përgatit tregu, mu përgatit bizneset edhe me kaluar tregun e lirë. Çka ka ndodhur? Prej muajit janar deri në muajin nëntor është punu ligji, edhe në fund në shpallë gjithë nuk e kanë çu ligjin, as në qeveri, se jo në kuvendi që heq, pas në qeveri. Dhe nuk mujnë mu thirr këta tash me një ligj të 2016. Mirë, a ja thatë ju këto kryeministri? Po, ja kemi thonë ta kem. Qa tha? Unë jam me ju, unë e muj mos me kon kryeministër, po ju keni me kon prodhues. Edhe? Kusha, fjalë të mira, bizneset ja thanë sy, shoqëri që ja thanë vet prodhues, vet edhe ndërkombëtar pat, ja thanë falënderit shumë kryeministër, por kur të falimentoj unë s'ke nevojë me kon me mua. Edhe çush reagoi ke kur thoj në falimentim? E kish agjendën, e kish një takim tjetër dhe u desh mu çu me urgjencë. Se është e vërtetë sa po thirrën ligjin vitin 2016, po na kemi ligjin për sigurinë. Mas protestave, mas protestave, a keni pas takime tjera? Jo, s'kemi pas. Në vitin 2016 jeta, ligji kur është sjell, në atë kohë është vendosur me kalu 3 konsumues më të mëdhenj të energjisë elektrike që kanë shfrytzuar linjën 110. Vallëve. Ato kanë dalë Sharcemi, Ferenikli edhe Trepça. Dhe ka qenë një rregullore zëres. Më pas u konën ideja me përgatit grupin e dytë të bizneset që shfrytëzojnë linjën 35. Dhe me shku te linja 10. Edhe këto e kanë pranuar këtë bizneset dhe u konë të funksionu perfekt. Në 2022-ën, qose nuk ka bëjë se 2023-ën, u sjell strategjia që ka shfuqizuar. Se të ne ka orë pandemia, në pandemi shumë arsyeshme, që s'kan mujt me kalu bizneset në linjën 35. Në kurti 2, qeveria ka sjell strategjinë për energjinë që ka shfuqizuar atë rregullore dhe atë plan që kanë qenë bizneset duke kaluar në tregun e lirë. Dhe çka ka ndodhur menjëherë mas zgjedhjeve, në fillim të marsit, në media sa zyrtarisht nuk kemi njoftuar prej zyrës, që me një qershor bizneset duhet të kalojnë në tregun e lirë. Dhe kur bizneset, shoqatat prodhuese todës ekonomike, ne si odë ekonomike, kemi dërguar kërkesa te furnizuese, na kemi kërkuar prej zyrës listën e furnizuesve, na është ofruar lista prej 19 furnizues, prej tyre 3 kanë qenë të licencuar në Kosovë, Keko, Noa dhe Kesko. Edhe? 16 të tjerë e kanë injoruar kërkesën e biznesit, që kanë qenë të licencuar në Maqedoninë e Veriut dhe në Shqipëri. Që ata nuk ju një, është e logjikshme mos mu një përgjesh ndaj bizneseve të Kosovës dhe ndaj zyrës. E që ta 3 që janë të licencuar, Keko, Noa edhe? Keko në fillim të muajit mars na ka njoftuar që s'ka mundësi, s'ka kapacitet me furnizu biznesin. Kush është Noa? Keko s'ka qenë. Edhe ne janë Noa kush ka? Nuk e di kush është Noa. 2 punëtor, 150 milionë fitimi. Noa 2 punëtor, 150. disa bizneseve ju ka kthyer përgjigje, që nuk jem të interesuar gjatë vitit 2025 me ofru energji elektrike. Edhe treta ke? Dhe treta Kesko. Kesko ka filluar me ofertu dhe sot e kësaj dite domethënë. Po. Edhe masi që ka ardhur një qershori, shumica e bizneseve ende nuk kanë oferta. Pse? Se edhe për Keskon ka qenë në sfidë, se do të mu bë analizë. Dhe i vetmi që ka pas dhanat e njësorëve të konsumit nga ana e biznesit ka qenë Kesko. A jeni të furnizuar për Kekut momentalisht? Për Keko, se Keko e ka obligim ligjor, 60 ditë si furnizues i fundit, mi furnizu. 60 ditë e ka. Po, 60 ditë deri në fund korrikut. Fund korrikut. Edhe në fund korrikut, nëse Kesko zbjen me zgjidhje, Noa pas ka thonë hiç mos troket në der 2025. Çka ndodh mas 30 korrikut? Dje ka pas një reagim për zyrës, ku e kanë licencuar si furnizues të fundit Kekun edhe për 6 muaj ekstra. Edhe për 6. Po. Deri më tani. E kanë licencuar që është obligativ me dhëna, po? Furnizuesi i fundit e quajnë, që ligji e thashtu, edhe pse me ligj Keku ka 60 ditë. Tash a e obligon zyreja mas 60 ditë me vazhdu me furnizim, metod për të po. Po çka mund të them është që ofertat variojnë të Keskos, tash jemi duke fol, variojnë prej 200 deri në 400%, varësisht prej konsumit, masisë së biznesit. Dhe biznesi jon e ka të pamundurën që të mbijetoj
me këtë kostet e energjisë elektrike. Nuk mundet një biznes që ka pagu Përveç 300.000, kriza- tash me kalun 700.000, është e pamundur. Nuk Përveç mund të krizës energjetike, po du koment për te, çka ndodh nëse vazhdojnë që kjo që thanë dy panelista këto. Lutfi u tha që deri në tetor mundet me shku, Dritro tha deri në prill mundet me shku. Çka nën kupton kjo ky ngërç politik për bizneset? Veç me ma përkthy për ekonomi, jo veç krejt ekonomi. Ullje të rritjes ekonomike, mos pasje të investimeve as të brendshme, kuptimin e zgjerimit të bizneseve tona që i kena mbrana, investimet huja heq e heq, edhe humbje shpresës për rritarme më të mirë. Se kur bizneset kanë funksionu edhe në qeveri tjera jo stabile, vëzim. Kanë funksionu, po ka qenë një dialog i jetë, një dialog shumë transparent, shumë i hapër, odat, përfaqësues të biznese, 24 orë, 7 ditë javë se kanë pas derën hapër. Dhe krejt politikat fiskale, ligjet nuk kanë ndodhur, këto jam dëshmitar vetë, edhe në LDK, edhe në Aleancë, edhe në PDK, janë punu në koordinim plot me biznesin. Kur nuk kanë ndodhur me befasu biznesin. Me vendim brenda natës, me janë ngrit tatimin ose mes. E çka ka ndodhur brenda natës, veç kjo çështja e energjisë, e cila ka qenë ligj? Jo, ka qenë edhe shumë ligje tjera dhe shumë vendime. Brenda 24 ore 2 herë tu ka ngrit paga minimale jetë. Pa ditë na ishte nëpër mediave që shifshmin. Ditën e parë u ngrit në 250. Jo, s'ka pas çore, shumica e njerëzve kanë qenë tu vujt me çfarë pagë. Jemi kundër, po biznesin duhet mu koordinu me biznesin. Biznesi e bën planin financiar minimumin një vjet. Nuk mund është me brenda natës me janë rru planin financiar. Asnjë biznes bili paga shumë është e vogël 350. Me na pas pyet neve na ishim shku deri 500 si biznes. Sektorin privat i ki ngritjet paga më vogël. Po ankomi, pse s'po ka transparencë. Planifikimin e ekonomi është qesë. Hajde, Dritro kallëzëm që ky planifikim qyshe dëmton biznesin? Në perceptimin e domethënë politikave publike, paparashikueshmëria është vdekje pruese për jo vetëm për ekonominë, edhe për politikën. Dritro, kur s'kena pas fort qeverisje shumë stabile? Po s'kemi pas stabile, por vendimarrja nuk do të qenë e paparashikueshme, sepse ekonomia funksionon edhe në bazë të perceptimit. Pra nëse është një perceptim negativ, për një vend ti nuk investon, edhe biznesi nuk investon, sepse planifikimi ti mund të qenë shumë fragil. Të nuk e din çu ka me shku paga, çu ka me shku kjo, më thonë ai bën planifikim 3 vjet, 5 vjet, nuk bën veç 1 vjet. Një vjet o minimumi. Shikoni, bizneset e mëdha planifikojnë afat strategjik, afat gjatë, nuk bujnë hajgare. Apo kupton, më thonë, ti nuk mundesh mu tall me njerëzit sot që kështu nesër ashtu. Po veç Dritro nuk e ki, në Kosovë për shembull nuk janë të dek për bokëqinja. Nuk është të ndodh ndaj qitje e madhe për punave biznese. Halos jena të poshtë drejtimin. Jo, veç po duhet kallëzuar, nuk është ndaj. Definoje se është me vdek për bukë. Jo, a din definicionin. Çfarë po thotë? Mos me pas pare me shku në kafe, mos me pas pare me shku në market me ble. Ti e thash shumë mënyrë brutale, s'po dishnjës për bukë, unë po ta definoj ndryshe. Hajde, definojmë ndryshe. Nëse ti e kini korp, sa është korpa ajo, nëse ti i ki ble disa litra qofsh ma shumë para 3 muaj po shporta konsumatori. Unë po të kallëzoj që edhe në venet e rajonit, Shqipni, Serbi, Maqedoni, që janë, qëre, që po të thonë, me qeveri shumë stabile, s'po ju ndrojnë kryeministrat, sidomos Serbisë edhe Shqipnisë. Shumë stabile, jënë vene ma të shtrejta, matrona me jetu se tena. Çmimet bazike, po flasëm për çmimet bazike, jo për S'ka ndodhur kjo mëra 5 vjetëve. Çmimet bazike, nas po flasëm ç'është ka qenë situata para 5 viteve, sepse Jo, për që tash po flas. Po flasëm gjithmonë për gjendjen aktuale, se ç'është ka qenë edhe ç'është janë dy gjëra të ndryshme. Spjegoma ç'është kemi me po, a mendon që kemi me po një rezistencë mos me pranu rritjen e çmimeve, mos me pranu rritjen e energjisë, a kanë me u mësu njerëzit me këto, edhe kanë me thonë rryma është e shtrejtë. Njerëzit mësohen, por shiko edhe në Afrikë njerëzit jetojnë me shumë pak bukë, por domethënë jetë është edhe ajo. Po në varet çfarë cilësie e bën ti mirëqenie jetës. Me $1, me $100. Kjo është në disa vende të Afrikës, është krejt. Disa vende të Afrikës, po pa marrë shembull si kontinent. Pra edhe në Kosovë ti mundesh me jetu me 5 euro ditën, po mundesh me jetu edhe me 100 euro ditën. Pra varet çu e definon mirëqenien. Kjo është esenca e mirëqenies. Mirë, veç s'po kemi fort argumente me thonë një investitori madh u largu për shkak të qeverisë stabile. Më falë që po e banalizoj. Deri me 1 gusht, më falë se është kryetari i Odës Ekonomike. Deri me 1 gusht. Po. Kjo situatë është. 1 gusht pelset ky problem, sepse edhe unë kam vizitu si deputet 2-3 prodhues në Anamorov, me që e një ma shumë në ashtë obligim, më konë korrekt ndaj gjithve, dohet njëjtë me vepru, po kam nëshku peticionin
e iniciuar me Hikmet e Bajramit lidhur me problemin e energjisë. Edhe është ndalë prodhimi, është ndalë, nuk ka bo aplikimin ende. Janë të punu si prodhus. Ndalë prodhimi. I qkafit a ku dojmë në kalëzu? Që për bëj publike, prodhus i vajt. I vetmi Kosovë. Po, a herën e parë, hajde ka përballu kërë në shku ka mble vajt në Poloni industrial për rezerva shtetënore, të pas prodhusin matë madh në rajon, në Balkan, në regionin tonë, s'pako, se Serbia ka problem. Edhe para 2 ditëve, unë e kam vizitu, është nalë... Kuro ble vaj Polonisë, me zëmë ble vaj, para 3-4 vjetëve, po? 2 vjetëve vaj rezerva shtetënore. Edhe tash nuk për mund me gjetë atë shqicin kërkon, ju ka hup. Ja ka morë parët, vaj i sështë, a i ka hup krejt. është nalë, sepse nuk munden ata mi qunë grop dzez, ata janë njerës që deri i dje, dhe që ke kryeministër i ka thonë prodhus vendor, pronarët e tyrve janë herojt matrit të Republikës Kosovës, sepse ata po krejojnë venet punës, ata po na bojnë neve ushqimin, po na bojnë ekonomin. Edhe tash herojt e Kosovës moderne i mbom armitsor, sila armitsore ndaj këtyre, edhe prodhus të përpunimit drunit, edhe ata ka numër të madh punëtorëve. Por shpënzus veç ta përkujtojmë zëni Aziri që arsyeja pse ata janë në treg të lirë është për shkak të ligjit miratum 2016. Ata shpjegoj edhe këtë. Cili nuk është sfidu as KLDK-s, as KPDK-s, as KOTAK-s, nuk e keni ndru. O, se ka ndru, as vetëvendosja pas jo. Janë të mbrojt, kanë kalun pozit defantishtë të thonë që LDK-ja ka miratu ligjin. Qeveria, kur ka qenë LDK-ja, miratu ligji. Po na kena pregadit, se kena implementu. Sepse është pregadit, Kosova ka fillu me përboj infrastrukturë ligjore me pregadit... Po veç si deputet, ku keni qenë në parlament, keni pas mundësi me ndryshu që ta. Ne kemi boj infrastrukturë ligjore, ka pas periudhë kalimtare, cilën pregaditit biznesit se përfiton me liberalizim të viza, të rrymës, përfiton biznesit nëse... Po kush ka fajt që si një pregadit, ose so pregadit? Pregadit, sepse ka orë në rënë, ata bëni krahase me tatimin e pronës, se edhe tatimin e pronës të biznesit ka me të refishu, që të so implementu prona në tokën bujqësore. Se do të me pregadit bujkun të, nuk mund është me tatu bujkun e me mbyll, edhe që të pak prodhem që e bojmë në sektor. Pa e pregadit bujkun që me qeni fuqishëm me pagu taksën e tokës bujqësore nuk e bon. Njëjtë është, pse pim shonin noas, pse duhet na me bon noën me të gjujtjes politike në gjdo studio, a i vjen prej sektorit privat. Ka in konkurencë, mënyra që ka e morë licencën në qështje që ka morë përmes organeve të shtetit, problem është që ky shtet, infrastruktura ligjore, e ka kriju të mshef vetë me bo një demontrim, ose mërë nëse nuk o demoni aj, demoni është në qeveri, demoni është në qeveri, qeveria ka kriju rrethon, ku në thot neve mërë me që ato, se unë jam në regull, nuk ka lidhe me atë mund. Me marveshjen, që e ka shkru qeveria e Kosovës, Kesko, a ka monopol? Ka, për momenti veç Kesko. Se ka thuj monopolin, kur ki monopol, aja dikton të shmim, kur dikton të shmim, pëse s'po shkon pronarit turk, si përfitu si kontratës, mi thonë, zotni, e ke morë aeroportin, e ke morë Keskon, e ke morë këto, e ke morë ato. A mundi me forë që këj ligjë Kosovës do të më implementu tash, na synojmë tregun e liberalizum, na synojmë të tonë, a të perishikojmë marveshjen e marveshjen. Me gjithate, monopoli Keskos buron për kontratës në nshkrume prej ish qeverive me privatizimin e kjenësit 2012. Vendosja jo. është deputete ajo që ka nënshkru e vendosjes. Ka dalë 2012. është deputete në grupin e vendosjes. Kontratën e privatizimit nuk e ka nënshkru deputete, e ka nënshkru qeveria 2012. Qeveria ka nënshkru në atë po ka punu për juve, deputete për mimozën e këtë. Nuk ka qenë LDK. PDK ka qenë. Ka qenë ministri. Edhe s'ka faj ajo, nuk ka qashme, se rekohën e emnin, nuk ka faj ajo, sepse e ka përvacu nivele më të larta, ka përvacu politiken. Monopol ka qenë, monopol. Kryeministri e ka... Qaj monopoli e ka bazën që e ka sunë kuvend, monopol në mblerjet energjisë. Për hirë të koreksisë, nuk mundë mu këthy mbrapa dhe me thonë që ju ka kriju Keskos monopoli. As Kesko nuk e ka fajnë, as Kesko nuk është që e ka kërku monopolin. Problemi është i tani, i zërej se para se me sjell një oftimin për me dalë biznisën treg, është dasht me pregadit tregun, jo mi varë shpresat në operator të cilët nuk janë të licencura nga zëreja.
E para, e dyta. Qysh me përgadit tregun Me nëse përgadit keku me është i obliguar me ashit krejt energjin keskos. Shikon, nuk është keku, është dasht, jo 3 ditë, me të 26-in i kanë licencu 3 operator të ri. U deshta 3 operator mi licencu në është anë muajin janar, mi përgadit. O, edhe 30 me qenë, ata E para. të shkun 3 lirë me ble. Krejnë në regullë, po të kishe, po në qofë se ki ma shumë operator, se biznesin nuk është kundërdaljes 3 lirë. As një biznes nuk është kundërdaljes 3 lirë. Po biznesi po kërkon konkurencë. Ti sot i ka licencu 3, ata endë dhanat nuk i kanë. Shiko, Që ka që është? rryma ka sa dush sot jashtë. Shtrajde ka? Jo, edhe të çmimi i rrymës. Po problemi na e kemi që last minute. Kjo problemi. Edhe kecit, edhe kesku. Jo mërë dhe ta të shkretit po thojnë, as nas kemi qenë njoftum. Të kishëm qenë njoftum, ne këshëm kontraktu shumë a herët energjinë elektrike. Se kemi pas dhanat. Po kër e merë last minute, gjithçka është e shtrejt. Masit kom këtu, zëtë një Aziri, s'muj pa ju pyt pak që për kontestimin tjetër që e kemi bo, me ndru pak temën, kontestimin e dialogu që po e zhvillon Kosova përfaqësuar prej Besnik Bislimit. BDK-ja e ka kontestu. Pse po mendoni që një zëvendës kryeministër në detyrë nuk duhet, nuk mundet me u besu dialogu, kur është këgja teknik, kjo puna dialogu? Po, nëse më lënë vesh me bo, mos investimi në kapacitet energjisë, këto që i kemi, s'po flasim për të reja, këto që i kemi, është thumbi në Stradinit, këto problemi. Me qëllim nuk krijojnë kushte me investimet mbrëmshme, nuk lejojnë kushte me investu që me produsu për me ble. Këtu është roli Hamovicit të famshëm, edhe mënyra e rrjetës asaj që po quhet mafia energjetike në Evropën juglindore. Këtu është, që i koftë për hajër Hamovici në zyre ti o të jabo politikat e energjisë qeverisë Republikës Kosovës, ku është Albin Kurti kryeministër. Tani të dialogu. Zoti Besnik Bislimi o ka rrshet për herë të parë kur si përmeni elementet e tilla, termet e rana. Kur për asken, se u përmen, se jem të bo politikë në kapacitet e tilla. Nuk mund është më konë edhe në këtë rast për qeverim lenë, edhe deputet, edhe minister, edhe procedur, edhe marrëveshje politike. Edhe boj, edhe shkoj, për nuk ka drejt, s'ka kapacitet, legitimitet. Kryeministri përfaqësohet, kushtetuta thot, këtë çështje ka definuar Kryeministri i Republikës Kosovës. Ai nuk ka legitimitet, kryeministri. Nuk mund të se ZKM-ja, zoti Bislimi është i delegum. Zoti Kurti ja ka delegu një pjesë të përgjithësisë vet. Kur kryeministri nuk ka legitimitet ekipi. Rrshasin në elementet vështira të dialogut. Nuk duhet as me shku e nuk guxon me taku takimi këto nivele dhe negocimi këto nivele është dëmtim i serioz i procesit normalizimit edhe këthem rapa, s'pe përmeni termat të doshta me përmen po të rishna, s'pe du me ja përmen. Nuk guxon, mos shko, na i këna thonë, mos shko, s'ki që ka me përfaqësu. E tha, nuk po janë qarë, shumë qartë jemi drejto. Marrëveshja Vučić-Kurti në Bruxelles dhe në orë është marrëveshje keqe që e ka produti Kurti. Sfidone që është e keqe, duhet me sfidu që është. Kena me sfidu se nuk ja implementoj. Nuk e implementoj, po... Draft dokumenti që ka pjell kjo marrëveshje, me drejtën e tratateve ndërkombëtare, kur kryeministri një shteti, ose presidentja, kur e jep zotim publik edhe boti proces verbal nga Bashkimi Evropian, ajo marrëveshje është zyrtare. Jo, proces verbal, është bo konkluz. Ajo është zyrtare, se edhe konkluzat e Bashkimit është amandamentu në kapitullin e Serbis, ju ka amandamentu. Po, në kapitull 35, ju ka shtu. Atënve ju ka shtu, dërsa neve në kanë shtu në kufizime financiare dhe politike. Kjo është zyrtare mund. Ne kemi kapacitete. Po e kemi mundësin me refuzu totalisht, se s'ka opcion tjetër, ose me zbatu. Ne kemi kapacitete. Se na po harojna, asociacioni është votu në Komendin e Kosovës 2013. Drejto, ka ndryshu raporti, nuk ka ndryshu për të mirë, po du me ka du pëse ka ndryshu për keq. Di që ka ndryshu për keq. Ka ndryshu BE-ja edhe ka ndryshu bota për shkak, jo vetëm një njeri ju, por një njeri ka shkaktu një epok të re. Po ndryshon, nuk është më globalizimi, është të ardhë diçka krejt jetë. Rajoni jo ndryshon, aja që një jetë këtë botën, do të këtë bota ndryshon, veç Balkanit ndryshon. Na kemi qëllu që to, edhe nuk kemi, po në këtë ndryshimin e Balkanit Kosova është ka ikë mrapa, o ka rrezikon shumë. Me këtë politikë që e kemi tash. është ka rrezikon, ja zakonisht shumë. Po më intereson qëndrimi juj PDK-s për dialog?
nuk ka çka shkon, mos shko se bën. Jo, ajo është ligjërisht ai tash nuk ka drejt, ka drejt i ka pasur afat se ka kry punën, tash nuk ka nevojë më shkoj. Është edhe ka dispozita të sakta kushtetuese, mos t'i përmeni se muj me gabu, që në rrethana kësaj natyre, çfarë jem sot si Kosovë me këtë qeverisje që është në detyrë, nuk ki drejt me marrë vendime të mëdha, nuk ki drejt me him procese të reja. Du të me prit derisa të konsolidohen punët që je legjitim edhe me shku mu taku, edhe me kry punë tjera. Biledas në sferë ekonomike që janë kvalifikohen si të rëndësishme. Mira, është të shku me marrë vendimet të mdoja, a janë kogja teknike, Jo, burokratike? ai vendimet mdoja diqysh është kjo mendësi qeverisë sot, ai thotë e kem shliru veri, unë s'kyjem që ja volem na heq, veç hajtë po shkojmë sa me ja bo adeti, se kjo është qasja prej refuzimit këja me ta. Bile mi thonë, po apo na e dim për ne që këtë pjesën tjetër e shlirum na, ai thotë jo, na e shlirum krejt. Me gjitha ato prap marrëveshje ndërkombëtare mbese marrëveshje ndërkombëtare. Jo, nuk po e kënde, po për me shku me marrë vendime, me hin procedura, me fol qofte edhe çështje teknike, nuk mundesh dush me prit, konsolidoj kuvendin, me rruvesh me deputet, dush me vazhdu që ashtu. Për çata është ka hy në marrëveshjen e Brukselit të Ohrit si pikë e veçantë. Si çdosh me hi këtu muhabeti, arsyetimi është shumë i thjeshtë. Nuk e kem kuvendit konsoliduar. Jo, po foli për tash, por si marrëveshje nuk mundemi mi. Desa është marrëveshje ndërkombëtare. Pavarësisht çfarë rrethana kanë me ndryshuar. I ka përcjell mos transparenca. Kur nuk ka kallëzim. Aty po pajtohemi për ato, aty qëndrimi nga Brukseli që ka ardhur thot, po përgatitet takimi i liderëve. Ajo është në sens, sepse s'ka lider Kosova për momentin. Po e thu ti, po s'po e thot. Jo, po kushtetuta nuk e lejon. Ne kemi bë, këto nuk me tha vetëm këto, na komunikatën e kemi bë të fundit, ne kemi thonë ndërmjetësit ndërkombëtar edhe përfaqësues më të lartë BE-s që në këtë fazë nuk ka legitimitet askush me fol për këtë çështje. Mirë breveç, Kaja Kallas ka qenë Prishtinë. I ka fitu partia më e madhe. Kanë më shumë legitimitet se krejt ju me fol sa i Po nuk janë votave që kanë marrë. Jo certifikuar zgjedhjet. Se kanë marrë legitimitetin. Jo, s'është i plot, se ka legitimitet. Nuk e di, nesër mund të më kanë kryeministër. Jo, veç i gjysmak Kryeministër mund të më kanë kryetë kushteter. Mu marrë vesh atje me Serbie, me folje, pa i janë pas. marrë vesh, o bo marrëveshja e Ohrit. Të këqyrëm, vazhdo hala, po prit njëherë të konsolidohet, mos merë vendimet rëndësi, aq ma keq jetë, na po flasim, si kundër flasim, është e pashmakshme me përmend, për shembull, kur protestun bizneset, me cilat Partia Demokratike solidarizohet, se për një me është nonsens, ajo çfarë po ndëshkohen bizneset, me një qasje shumë prej arogancë, po gufon me arogancë, shumë e thjesht, ka kalu koha e barikadave. Mobre, ka kalu, po mas keqë i barikada ma e keqë është kur e kinë kohë këto në barikadën. Edhe menon krahason me barikadat veriut. Qfar qasje e keqe, qfar mos përkrahje bizneseve, pra ndaj do t'i kushtojmë rëndësi edhe PDK-ja, edhe e kem quve që ligjërisht do t'a ndjekë. Derisa po flet edhe për krizën energjetike, barikada, këto kemi ndryshim politikës globale që e përmenet të dytë. Qysh duhet Kosova me reflektu në që to ndryshime, sidomos e ke tash sulmin e fundit linjën e mesme që u bo mëram, si ka aspekti i marrëdhënieve ndërkombëtare, Zgnjarifi qysh me u pozicionu Kosova dhe a kemi na naj rol? Gjithmonë ka rol, sepse edhe vendet e vogël kanë rol, por çështja e Kosovës është pak më specifike, na nuk kemi si vendet tjera. Ne nuk kemi vende i etablum, as antari NATO-s, as antari BE-s, as antari OKB-s. Prandaj Kosova është shumë fragjile. Po zakonisht peçet e vogël zhdukën dikon. Gjithmonë është kështu. Kuptimin ose dobësohen, pra nuk kanë peshë të madhe. Prandaj na duhet sa më shpejt me pas institucionet që na me Bashkimin Evropian të paktën me pas një dialog më normal. Na me Serbinë nuk mundesh me bëj dialog normal. Me Serbinë është e përfunduar sot e 1000 vjet, me këtë mentalitet me Serbinë është s'mundesh me bëj asgjë, por me BE mundesh shumë çka me bë. Kjo në këtë se kemi provuar. Prandaj thash E në Serina, ti po thot me BE-n, so e mirë që përmen, me BE-n mundesh me vazhdu, dialogun a knej, po thun, nëse na një vjetë rrimën që si ngërqi, opozita po thot, ja s'ka me dialogu. Po prandaj po thot, s'ka me dialogu. Jo, dialog nuk mundet të bëjnë në kushtet, sepse ti s'ki ligjërisht nuk je, me thonë, i certifikuar, pra nuk pa pa jenë detyrë, detyrën e krynë. Nuk mundesh me bë marrëveshje ndërkombëtare. Zbon marrëveshje, po llav bën. Allah, sa dush kafe me pi. Që po të jap një shembull, çka nëse bëhet një marrëveshje, kush e ratifikon?
Po s'po bëhet bre që 20 vjet Po që nëse bëhet, që nëse bëhet nesër. Po kush ka me bo? Kush e ratifikon marrëveshjen pa kuvend? Po veç, mas pari kush ka me bo marrëveshjen? Para se mu ratifiku. Në kërkush s'ka me bo atë Po marrëveshje. s'bëhet marrëveshje, po nëse me BE-n arrim diçka me lëviz. Të paktën nëse BE-ja na ofron, po themi kushtimisht, Jeta në në hipotetike. Anblen, them, këtë atë që për nxjerr narrativen këtë raport ka, Zoti Bislimi me pas dalë me i tregu popullit Kosovës që jëm shku më taku për pjesën teknike të implementimit marrëveshjeve që i këm rri ma herët. Qëlla është marrëveshja, çka është marrëveshja, pse duhet më bë tash, ke diçka tjetër është me ato që shkon takohet, nuk tregon edhe na, se neve na njoftojnë ky problemi zyrat e BE-s, nivelet më të larta që e mbulojnë formatën e normalizimit Kosovës-Serbi, ata neve na njoftojnë si opozitë që kemi qenë. Vazhdojmë na njoftu, por qeveria jote vazhdon mos sjell këtë formë edhe nuk ka drejtë me shku, nuk ka legjitimitet me shku. Nesër drejtori mundet me qenë përfaqësuesi i Republikës në negociata. Kadal, qysh mi ju njoftu besnetimin, sepse në kuvend s'ka debat, nuk po takoheni, mi ju njoftu në televizion me na intervistë televizive, mi ju njoftu që ka ndodhë? Nuk na njoftu që 4 vjet as një takim se ka mojt, mundet me njoftu në çdo formë tjetër. Dëgjoj, e ka marrë konfirmimin qeveria e Kosovës përkundër krejt saj që Kosovës nuk i largohen masat financiare të BE-s. Ka me pas largim gradual, shkallëzum, që është një farë kompromisi mes shteteve të BE-s, e që s'da më thonë kur gjo. është fillu me 278 milion euro masa financiare, kam rri në 602 milion. Këto programe janë të humbëna. Mas pari do të me di që janë të humbëna. 920 miliona pako jazgjërimi që do të mu ratifikun këtë kuvend. Po flasmi me 1.5 miliard euro të BE-s në Kosovë, që janë pare për shkak sillës së asaj qeverie që janë bllokume. Aplikacioni i Kosovës në BE është i mbyllur, nuk ka hap kurrë. Edhe s'ka më hap. Edhe kjo qeveri vazhdon mos sjell, do të zgjedhmatimu kryetarin e kuvendit që unë po du, e unë mane zgjedhit qeverinë që vet po du, edhe çish po du, edhe si po du, edhe e bëj. Nuk mund është me thonë problemet që suni zgjidhi vetë zgjidh me ti, problemet që i zgjidhi unë. Ku ki po në këtë raport? A mos janë të i bo kalkulime të zgjedhjet lokale? Me ardhë dhejt e puna zgjedhjet lokale mi bo bashkë? E den që Zoti Kurti është humës i paralajmëruar i zgjedhjeve lokale, sepse hera e tretë, jo, është humbën i Zoti Kurti për herë të tretë ka mi humbë zgjedhjet lokale, sepse në Ballkan, në asnjë shtet nuk e ki, në Evropë Juglindore, vetëm në Ballkan, ku partia parë që fiton zgjedhjet parlamentare i humbë zgjedhjet lokale mas 3 muajve, 6 muajve. Nuk ka hera parë, hera tretë. A do me kandidu për këtë? Jo, unë e kom ndërtu. Pse? Sepse duhet me kriju, me ndërtu gjenerat të rejt, vendimarsve në zgjedhje lokale. Se adini kur dalin politikanë në Kosovë në penzion, ose kur të vdesin, ose kur të humbin këtë për toke. Po do me Se kam dërmendon e asë njona se natyrisht, do të po nështë ta i këshë fitu bre? Gjenerat të Po si bre bashkë? Unë e kësha fitu, unë me sondazhe. A di sa vjeti ka Trumpi që ka fitu zgjedhjet? 80? Ti po thu 8 vjetër? Ai me 80 vjetë e ka ndryshu krejt botën. Po, pse po i thu vetit i vjetër? Për një me po më intereson që shpe klasifikon vetën. Politika më gjeneratën e parë, unë e mbinë e parë, se 35 vjetë, se një ditë e përmenda, thash, babalartë e kësaj republike, e ka ndërtu frimen kushtetuse me bashkëpunu. Më tha dikush vetë jenë në shkuqe deklaratës, thash po se qyj vetën ashtë, sepse une Republikën e Kosovës e një prej 2 korrikut, dhe babalartë janë atje. As kanë lyp votus luta me i kundër Albanit, as ka qenë kështë e qartë? Edhe me thonë drejtën sondazhe, po dhe për herë të parë, në kanë pa balotash me fitu. Edhe? Pa balotash, po dhe Arbër Ismaili e fiton zgjedhjet pa problem. Qatë shumë e kanë degradu, qatë shumë e paknacia, ka ra në grup. Pa problem? Ka ra në grup. Po me balotash, nështë? Besoj pa balotash, shumë po besoj që ka më ndërtu pa balotash. Kjo është aja me pushtetin lokal. Tani, a do na imi bo zgjedhjet bashk. Unë po i them, unë jam njërë për atënëve që nuk duhet me dhonë konsenzusin mi bo zgjedhjet njëtën kohë. Se nuk është e drejt. Nuk është e drejt, ashtë nuk ka korrekte. Për kalkulime politike mi bot njëtë në kohë, zgjedhje... Po s'mundet mi boj nëse ju nuk e voton? Jo, konsenzus jo, se pa konsenzus nuk ndodhë. Paton, mas ne më fund po du me përfitu. Kjo temë që e hape, saj për këtë faktorit ndërkombëtar, raportet e Kosovës me zhvillime, duket shu e largët e Irani, sulme që po bëhen nga Izraeli atje, po nuk janë parimisht, aq ma shumë është brengose kur e she se cenzorët politik, detektus, geopolitik, të kësaj qeverie janë prish në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës, në raport me Shqipni, në raport me Maqedoni.
është e mirë, se si ka vetë kënaqësi mbyllur në këtë strofull të quj që e ka bo aj, e ka bo kjo qeveri, e ka bo ky kryeministër i deri djeshëm. Është brengose, prandaj duhet pasur parasysh e meriton një temë veç për këtë çështje të diskutohet për me pas sa degraduese është na jem në sanksione. Vazhdojmë me qenë sanksione prej evropianëve. Pra ka gabimet mëdha. E prandaj po thonë edhe në shkofshëm zgjedhje që nuk jemi për atë. Edhe evropianët kanë po gabime. Duhet me pranu. Ka bo gabime shumë. Pse e kanë përkrah Kurtin me prunë pushteti sa Jo për Kurtin, kanë bo gabime që se kanë hapë Kosovën më herët. Shikoj, vetëm liberalizimi i vizave ka dëshmu sa gabim ka qenë Evropa. Mos harrojmë, Evropa i ka ndëshku të gjithë politikanët e tjerë, sepse vizat i çdo të bëhen shumë më herët. Për me morë frym pak. Tupi Selum, për çka ka merit madhe Partia Demokratike dhe ju vetëm në atë proces. Jo për cekë si diçka të mirë, se dikush menon që ty falenderu kësaj qeverie i morën vizat, jo më çfarë. Ka të drejtë kur evropianët ja thotë në sy, sepse me të vërtetë na kanë nënçmuar jashtëzakonisht shumë. Shikoj, nuk ka logjik mi vendos Kosovës sanksione, Serbinë me e glorifiku. Këto dy gjëra nuk shkojnë bashkë. Ja i përkrojmë vlerat ndërkombëtare, ja që jo. Prandaj këtu edhe Evropa i ka ndoso. Po Evropa nuk ka ndryshuar drejt. Po s'ka ndryshuar, po duhet na duhet me luftu për me ndryshuar. Ne kemi ndryshuar. Se na fundem edhe me u dorëzu veç. Na kemi ndryshuar. Politika e Kosovës, imagjinoj kush mi kon na. Po thonë që kemi bë mirë, kur serbët, kroatët, bosnjakët janë çu me luftu ku na kanë ndryshuar, për na kontraumatike ndryshimi për të mirë. Në Vjenë na kena ndryshuar, në Rambujë na kena ndryshuar. Se na duhet më bëj sikur të tjerët tash. Na Kosova është bë në politikën e marrëdhënieve të kushtuara. Ti dish ka është politika e marrëdhënieve të kushtuara. Kosova që 4 vjet në marrëdhënie të kushtuara. Ai tash thot po, ti e ke sanksionet tonë për ditë kapak, po ti dosh me bë veprime. Ky s'bë veprime duhet me bë. Okej. Mirë po. Jetë për hir të korrekcisë para 4 javë unë isha në Bruxelles. Edhe pata takim me komisionerën për zgjedhje Marta Kroes. Ishan prej dy pozitave, isha si kryetari i Odave të Ballkanit perëndimor, që është iniciativë rajonale që ka lind për procesit të Berlinit, që është iniciativa vetme që udhëheq Kosova dhe këto udhëheq Oda ekonomike, dhe isha në kapacitetin e kryetarit të Odës ekonomike, ishëm prezent kryetari i Odës ekonomike të Bosnës, Serbisë edhe Malit Zi. Çka po ta rast na ftoi ajo në zyret vet. Zyre kishte një tabelë të bardhë. Edhe ishin këtë shtetet dhe shkallët e integrimit ose avancimin integrim. Edhe çdo shtet e kishte deri ku kam rri. Për momentin Shqipëria është top, to ecë. Bile Shqipëria jo me kapitull, por grup kapitull. Vetëm Kosova dhe Bosna ishin zbrasta, pa asnjë veprim. Krejt ishte e bardhë ajo. Domethënë, çfarë po du të thonë me këtë? Edhe ishte mesazh edhe i saj, që na duhet me punu drejt për drejt me Brukselin. Jo mu marrë me Serbinë, me ngel me Serbinë. Tani, plani rritjes. Eskalimi i luftrave globale. Irani është prodhuesi naftës. A ka me ndiku sulmi në rritjen e çmimeve? Sot i çmimin më të lartë se dje. Naftës? Naftës. Sa më të lartë? Nuk arrita, po më njoftun që ka lëviz çmimi i naftës. E qysh ndikon në produkte tjera, lëzim kjo? Po kjo ndikon drejt për drejt, është si çmimi i energjisë elektrike. Edhe çmimi i naftës shkon drejt në kosto. Domethënë, edhe një element që mundet me ndiku. Për fund, faton, a i keni bu publike, a jeni marrë vesh PDK kush o kandidat për kryetar të komunave? A i keni caktu? Jo përfundimisht. Disa që jeni marrë vesh? Na jemën, po jo, duhen procedura. Duhen procedura, duhen... Që e po të pysë për të ndojat? Vazhdon Urani Smali me qenë kandidat Prishtinë? Në Ferizaj vazhdon Agim Aliu me qenë? Si ma gjitha gjosa. Prizren vazhdon? Si ma gjitha. Mitrovic, a vazhdon? Kush ka me qenë? Jo, në Mitrovic, zote Aziri nuk kandidan. Nuk kandidan zote Hamza, as Aziri s'po kandidan, si e në mësur me kandidu. Mpej, a keni vendos? Jo, sa e di unë jo, për çfarë po mos më shtej aty se halojën duhet procedura, proces e sipër, duhet mu vendos, mandej me dalë unë si zëdhënës me... Lutfi për Prishtinë, e keni për Barim Ramon, halo? Për Prizren, po më intereson? Për Prizren është në proces. Proces, keni vendos? Gjiliana Kallxove, Ferizaj? Ferizaj është Visar Azemi. Okej. Në proces të, po nuk... Pej, vazhdon? Pej është Gozi. Kryetarët e komunave të ne... Odujev? Kryetarët e komunave të ne vazhdojnë me qenë njëjtit. Kryetarët vazhdoni. Hajde, po më intereson që ta kusjeni. Pjesa atë ku jemi opozit, u besoj që doktor Ekremi është ai që të ndërtu procesin në mrena, derisa ta vendos përfundimisht.
Vushtria, Gjaferi? është në proces. Është proces? Në proces, nuk ka emën. Falë veç dhe Suarek, se keni... Suarek është doktori tjetër, është edhe ai Edhe ai është kandidat. është të ecë jashtëzakonisht mirë. Suareka në pjesën e Dugaxhinit. Faleminderit. është jashtëzakonisht mirë. Na kemi me i përcjell zgjedhjet lokale, menojmë që janë shumë ma dobiprurse se qendrore, sepse e shohim kryetarin e komunës. Është shumë interesant për dallim. Janë më interesante për qytetarë zgjedhjet lokale se zgjedhjet parlamentare. Sepse po e dim fund, po marrim llogari për njerit që po i lë votat. E këtu me ministrisë po dim kush ka me përfundu, kështu që shumë është llogaridhënia ma e drejtë për drejtë. Faleminderit shumë që ishit këtu. Kaq kemi për sonte, vazhdonim në ashu.com. Deri herën tjetër, natën e mirë për nesh.